Zoti kryetar I Kuvendit e dënoi ashpër sulmin që sapo ndodhi në këtë foltore kundrejt ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ky sulm I përsëritur nga I njëjti individ prej 35 vitesh kundër ambasadorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kundër ambasadorëve të tjerë të vendeve mike, kundër ambasadorit të Bashkimit Evropian këtu, bie ndesh me parimet e Konventës së Vjenës dhe bie ndesh me interesin kombëtar të Shqipërisë sonë, se Bashkimi Evropian mbetet partneri ynë më rëndësishëm dhe se Shqipëria brenda vitit 2030 do të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Pavarësisht orientimit tuaj as pak në favor të kësaj aspirate historike për ta parë Shqipërinë anëtare të Bashkimit Evropian, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sa I përket këtij sulmi sot, zoti kryetari I Kuvendit, ne do të depozitojmë kërkesë pranë Komisionit Etikës së Kuvendit të Shqipërisë, që deputetin fjalë të japi shpjegime, por dhe Kuvendi të ndali një herë për gjithmonë sulmet. Fakt Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë bërë vendimin e tyre se një prej arsyeve të shpalljes non grata të zotrisë janë sulmet e përsëritura kundër ambasadorëve. Sa I përket çështjeve që u than. Zotria sapo gënjeu publikisht. Të gjitha, zoti kryetar, kam një zotri këtu, del për jashta ose unë s'kam mundësi të flas. Domethënë, ky zhurma këtu, jo, ne s'folim asnjë kur foli ai. Tani s'fol. Mos pengoni folsin. Tani, zoti Balliu. Të gjithçka që dëgjuat nuk I referohet ligjit për cilin votohet sot. I referohet ligjit për antidiskriminimin I votuar në vitin 2010 dhe që mban firmën e zotit Sali Berisha. Ja ku e kam ligjin këtu dhe hajde lexoj. Ju ftoj dhe ju sfidoj publikisht ta lexojmë ligjin këtu. Dhe merre lexoj ligjin. Dhe e keni votuar në 2010 me firmën e Sali Berishës. Sa I përket ligjit për cilën flasim. Zonja dhe zotrinj qytetar shqiptar, motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendit. Në ligj sanksionohet qartë si gjini, në Republikën e Shqipërisë ka vetëm burra dhe ka vetëm gra. Dhe kjo është rregulluar edhe me amendamentin e propozuar prej meje dhe 2 kolegëve tjerë. Edhe për këtë amendament që gjoja u kundërshtoka, informoj publikun shqiptar dhe gjithë ata që na ndjekin që do ta nxirri lakurish atë që gënjen sot, është Konventa e Stambollit, e ratifikuar nga Shqipëria, e firmosur nga Sali Berisha në vitin 2011 dhe ratifikuar nga ky kuvend në vitin 2012. Ratifikimi I ndodhur këtu në parlament, një sekond, e kam votuar edhe unë, se nuk jam unë Bukacak, por jam ai që ka mbajtur të njëjtën qëndrim mbajtur sot. Politizimi I kësaj çështje nuk ka as pak të bëjë me këtë ligj. Në këtë ligj, zonja zotri, motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi, thuhet qartë që në Republikën e Shqipërisë nuk do të ketë më gratë që të paguhen më pak se burrat për shkak se janë gra. Por gratë dhe burrat e këtij vendi do paguhen gjithë një lloj. Dhe është qëndrimi I kësaj shumice parlamentare, që sot kemi shumë gra në këtë parlament se sa të kishim 2005-ën, është qëndrimi I kësaj shumice që sot kemi numrin më të madh të vajzave dhe grave të nderuara në këtë sallë që nga viti 1920 dhe që synimi jon është të shkojmë një ditë që në këtë sallë kemi 70 burra dhe 70 gra. Ky është angazhimi ynë dhe ne do ta arrijmë këtë sepse e kemi arritur në Këshillat Bashkiake
dhe do të arrim edhe në parlament. Ky që del sot kundër këtu është kundër barazisë gjinore në Republikën e Shqipërisë. Ky është kundër grave në parlament, ky është kundër grave në Këshilla Bashkiake. Sa i përket namusit, o namusjar, le e kokën, sa mësiti, pushoti, e kam me atë. Zoti Balliu mos pengoni. Le e kokën namusjar, le e kokën, o Sali, le e kokën. Ju të rejqë vëmendje si pas regulores të 24, Zoti Balliu. Sa i përket përkatësisë shumë fisht. Gënjeve, se nuk ka të bëj fare, dhe ne kemi rregulluar bazuar në parimet e ligjit të antidiskriminimit. Po ti je një gënjeshtar, sepse ti nuk e di fare dhe nuk ka përkatësi shumë fisht gjinore. Por motra dhe vëllezër, burra dhe gra të këtij vendi. Përkatësia e shumë fisht është kur un jam një vajzë e dhunuar, jam një vajzë e abuzuar seksualisht, jam një vajzë rome, jam një vajzë që jetoj në një lagje periferike dhe përkatësia e shumëfisht e imja është që më kanë rënë mbi supet e familjes time të gjitha këto halle. Dhe kjo është përkatësia e shumëfisht. Por namusjar, burracak, të cilët kështu është shkruar sepse është e referuar sipas ligjit që ke votuar zotrote. Lexoje. E themi shumë qartë, përkatësia shumë fisht sipas përcaktimeve në ligjin për antidiskriminimin. Prandaj, zoti kryetari i kuvendit, unë ju mirëkuptoj që ju nuk e përballoni dot, po unë ju them të drejtën, këtë gjë që këtu ndodh unë nuk e pranoj dot. Kur flet dikush nga këta, asnjëri prej nesh nuk flet. Kurse është njëri, janë dy këtu që lehin, dhe unë të cilët nuk e pranoj dot. Nuk e jo, por patjetër. Sepse këtu o vjet një rregull, dhe ua kam thënë 100 herë, këtu o vjet një rregull, kur flasim ne, dhe kur flisni ju. Tani, sa i përket kalendarit, sepse kalendari për ne është më i rëndësishëm. Kalendari është më i rëndësishëm. Ti ta tregoj unë, sepse por mos bëj atë zhurmën që bën nëpër studio. Tani, sa i përket buxhetit. Zoja Zotriu a tham, ky është buxheti më i madh në historinë e vendit. Sa për ta krahasuar, se ju matematikën e keni nga ish kryetari, jo nga ky, po dhe ky 3 herë më i madh sotrote ky buxheti se buxheti që le ti kur i ke. 8.9 miliard euro që ti nuk e imagjinoje dot. Tani për çfarë do votoni kundër ju, se dëgjova njërin? Për çfarë do votoni kundër? Do votoni kundër 130 milion euro për rimbursimin e medikamenteve. Pra ato do votoni kundër. Do votoni kundër 100 milion euro të tjera shtesë te buxheti pensionit. Pra ato do votoni kundër. Shko thuaja gjyshes tënde. Thuaj gjyshe jam kundër rritjes pensionit tënd. Guzo dhe thuaja gjyshes. Për çfarë do votosh ti kundër? Për çfarë? 820 milion euro buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë si asnjëherë tjetër në historinë e këtij vendi. Pra ato do votoni kundër. Dilni dhe përtisni për ditë. Duam ilaçet e onkologjikut. Votojeni pra buxhetin sepse e kemi dyfishuar. Për çfarë do votoni ju kundër? Ju që asnjëherë në historinë e këtij vendi nuk e keni dashur atë dhe unë tuaj dhe jo e kam për atë. Sepse e keni tradhtuar sa herë ju është dhënë. O, pranaj të paguan ty për doratërkitje se vetë dijaj. Se unë flas për atë, ti e kupton kur del nga salla. 580 milion euro buxheti mbrojtjes. 580 milion euro ose 10 herë më i madh se sa buxheti mbrojtjes kur ikët ju nga ky vend, nga qeverisja e vendit. Prandaj ftesa jon është që të votoni buxhetin, pavarësisht se ka një rregull të pashkruar në politik, që nëse ka dy gjëra për të cilat ndahet majoranca me qeverinë, është që opozita voton kundër buxhetit dhe opozita voton kundër përbërjes qeverisë. Dhe se më kujtua dhe për të kthyer, për t'i vënë kapakun kësaj historisë së ligjit për barazinë gjinore, unë e di që Saliu i urren gratë
nuk i do t'i ketë në politikë, por nëse do të kishit minimumin, në minimumin e sinqeritetit, përballë njerëzve, përballë atyre, edhe se përmendë këtu dhe komunitetet gënjeshtar. Po, jo, fare. Komunitetet i kishim kuvend. Të mbaroj fjalin. Një minut kishit propozuar qoftë dhe i propozim. Asnjë propozim nga ana juaj. Asnjë propozim, asnjë amendament nga ana juaj, se këtu në parlament bërtisni, kurse në për tavolina na thoni jemi dakord, po s'kemi çfarë bëjmë. Faleminderit.